e pam të udhës ta bëjmë këtë takim edhe publik, sepse ne besojmë që bëhet fjalë për një politik jashtëzakonisht nxitse për të krijuar një platformë investimesh në territoret malore. Dhe fakti që në ditën e parë që u hap kanali i komunikimit online lidhur me këtë paket, pati 800 shprehje interesi nga shumica dërmuese shqiptarë jashtë Shqipërisë, flet vetë për fuqinë të rejse që ka kjo paket. Por nga ana tjetër, e bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Dhe kjo është tërësisht e kundërta e frymës me cilën u konceptua dhe u aprovua kjo paket. Nga ana tjetër, vetë paketa e pranoi që ka disa ngarkesa të tepërta nga pikpamja burokratike, edhe pse është shumë më e lehtësuar se sa çka qenë ndonjëherë më parë një proces për të pasur akses në një pronë të cilën e disponon de facto, por nuk e disponon me letra. Dhe për këtë arsye unë i kam thënë edhe disa deputetëve që më kanë shprehur të shqetësim që të bëjnë amendimet përkatëse të ligjit dhe me shpejtësi të lehtësohet ligji edhe nga ndonjë ngarkesë të tepërt. Por ama ngarkesat nuk kanë lidhje me vonesën nga ana juaj. Vonesa nga ana juaj është vonesa e juaj. Ti Kreshnik për shembull, çat ka penguar ty që të bësh hartën e zonave prioritare dhe ta dërgosh në qeveri? Po pse nuk e ke dërguar në qeveri? Ku e ke dorëzuar? Ku e ke dorëzuar? I kemi shpallur zonat prioritare në Kryeministër. Po ku i ke dorëzuar, mëse zonat prioritare nuk i shpallti. Zonat prioritare i kemi identifikon, i çon tek Ministri i Pushtetit Vendor, dhe Ministri i Pushtetit Vendor ja jep tryezës qeverisë për të dhënë miratimin. Po jemi duke pritur përgjigje nga SHK-ja se nëse kanë probleme me Ti nuk e kupton, nëse je duke pritur përgjigje nga SHK-ja se nuk ta drejtova kot pyetjen, dhe ta drejtova se të pash ty, po këtë pyetje mund të drejtoj të gjithë të tjerëve, edhe ty që tu në kokën dhe që njësoj si ai nuk e ke bërë këtë gjë. Nëse ti pret përgjigje nga SHK-ja, ti nuk e kuptuar ligjin. Nuk e kuptuar paketën, nuk e kuptuar asgjë. Sepse paketa është eksaktësisht ilaçi për një dhimbje 30 e kusur vjeçare të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7.501, ose për 1.001 arsye
nuk e kanë marrë akoma dokumentin që i jep edhe me letër ato që e kanë me zakon, dhe duan të investojnë në tokën e tyre, mirë po, të gjithë kemi ngritur duart lartë me vite, sepse s'kan letrat. Bëm ligjin 2020 për të adresuar këtë problem dhe përsëri rezultati nuk ishte ai dëshiruari, sepse përsëri ka një komplikim të pashmangshëm, mendoj unë, për të marrë gjithë miratimet e të gjithë atyre kufitarëve të pronës përkatëse, gjë që në shumë raste shfaqet shumë e komplikuar për faktin se kufitarët mund të jenë në vende të ndryshme të botës, për faktin se një pjesë e tyre edhe nuk gjenden, për faktin se një pjesë e tyre edhe mund mos duan e tjerë e tjerë. Dhe pikërisht për këto arsye, ne kemi ndërtuar këtë paketë, e cila i jep mundësinë atij që e ka tokën, që të vijë në bashki dhe thot, unë dua të ndërtoj këtu një agroturizëm, dua të ndërtoj këtu një fermë, as ti nuk e ke sjellë, kështu mos pyet Ilir Xhakollin. Edhe një herë tjetër, po të them për paketën, që paketa i jep përgjigje edhe asaj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po pra, po, në qoftë se do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që po pra, po nuk tani ti, unë e di që ti ke kapacitet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po të them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcej pjesa ku duhej marrë miratimi i gjithë të tjerëve, u bë kjo paket për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk i kanë dokumenta. Për këtë u bë. Vinë në bashki, shprehin interesin dhe bazuar në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, ku territoret përkatëse aty ku 7.500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka, për 45 ditë, që dhe kjo është një afat që mund bëhet dhe më i shkurtër, dhe në momentin kur nuk ka kontestime nga të tjerë që thonë jo se kjo është toka ime, atëhere personi i drejtohet ministrisë përkatëse me projektin dhe merr një kontratë e cila është një kontratë me 1 euro, si që jepet një kontratë për një tokë publike, ai e bën investimin dhe deri kur të zgjidhet përfundimisht problemi dhe ai të regjistrojë në hipotek tokën edhe fal investimit, zotron plotësisht të drejtën që të bëj investimin. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e mbështetjes nga fonde të ndryshme, përfshirë edhe fondet e Bashkimit Evropian, kur ke në dispozicion këtë dokument.